Mungesa e mjekëve specialistë në Spitalin Bashkiak të Gramshit vjon të mbetet një problem serioz për banorët e këtij rrethi, duke sjellë vështirësi si në shërbimet shëndetësore, ashtu edhe në aspektin social. Prej vitesh në këtë spital mungojnë 8 mjek specialistë. Aktualisht shërbimi mbulot nga vetëm 5 mjek, ndërsa 3 prej tyre janë në moshë pensioni. Banorët thonë se shqetësimi është ngritur disa herë pranë institucioneve përgjegjëse, por sipas tyre, Ministria e Shëndetësisë nuk ka marrë masa konkrete për zgjidhjen e situatës. Më të prekur nga kjo situatë janë të moshuarit dhe pensionistët, të cilët shprehen se udhëtimet jashtë qytetit për shërbime bazë shëndetësore janë të papërballueshme. Në Elbasan neve. Të triq, në Elbasan, s'ka këtu dajgje fare. Duhet këtë, Po duhet, po s'ka. S'ka sjellin, dhe? Ne jemi të mërë të vira notër jemi. Doktor Zemre s'patëm ne më duke të kanë sjellë ata. Vinë një javë këtu. Vinë edhe ikin, për ne s'kjellojmë ku t'kjellojmë. Një javë, dhe aqë popull ka ngenu këtu ja. Ka ngenu me. Ore, shqetësim është, po. Mjek të me këtu s'ka, ata që barhojnë iki. Në të pleqët. Možda përsa bëjnë, në s'kemi me asa shu asë që. Mjek Gramshit, unë për e Qavës. Që për një kontrol. është pak problem. Për kontrollet të thjeshta shëndetësore si vizitat kardiologjike apo ekzaminimet eko, qytetarët detyrohen të udhëtojnë drejt Spitalit të Elbasanit.